keq lek më njanë, se po ndodhi një hata, duhet të gjejmë mënyrën me e çu jashtë shtetit, a me i blej ilaçet në të zeza, çfarë të gjuash. Pra, nëse unë për pastrimin, për elektricitetin, për ke biznese me generator akoma. Ke biznese s'kan ujë 24 orë, duhet të blejnë ujë me botë. Pra, biznesi shqiptar është informal akoma, se e para nuk ju dele sapi dhe e dyta nuk konvertohet qa paguan në shërbimin mbrapsht ndaj vetës. Pra, ky premtim është që do ullet para dhe do rritet shërbimi për ata. Po si ndodhë kjo, se ju thoni nga njëra anë do ulim të ardhurat. Do rritet buxheti pra. Jo, ndjes, pra, ju thoni do ulim taksat, duke ullur taksat, ulen të ardhurat, ndërkohë do rrisni shpenzive, sepse keni thënë... Po ta them, pra, do mbledhim më shumë parane duke ullur taksat. Po si bëhen këto kaq shpejt? Po ja ta them unë eksperimenti 2005-ës. FMN-ja iku nga Shqipëria, kur Berisha bëri 10% taksën e shesht. Asnjë vend i rajonit s'kishte bë taksën e shesht 10%. FMN-ja vendosi, zotri nga borxhet që ke, ne largohemi dhe të heqim ty nga mbikëqyrja jonë dhe ty good luck, fati mbar. Për 3 muajt e para, qeveria Berisha mblodhi 300 milion euro më shumë. U rikthye FMN-ja. Tha, kjo funksionon ka. Dhe si taksa e shesh që ka vënë 2005-ën qeveria Berisha, e ka dhe Kosova dhe Malizi dhe Maqedonia sot. Pra u bë normalitet. Sepse në një vend ku besueshmëria për shërbimet është e ulët që do i rikthehet nga shteti, duhet vend bara sa më e vogël. Dhe një vend në zhvillim. Do cikël ekonomike po. Atëre, Esiona për politikën të pyes pas po. Se u fum në diskutime teknike po. Për të thënë zgjidhja ekonomike që ofron po doja. 2 sekonda. Vlen apo jo? Po pra po. Ne kemi bërë sepse ne kemi po pra fakte, shikoj, fakte me shifra. Ne kemi bërë këtë eksperiment në 2005-ën. Dhe në 2005-ën, buxheti i shtetit ishte 2 miliard lek. Dhe u rrit. 200 e ca miliard. Në më thënë, i bie rreth 2 miliard euro. Me eurot e sotshme. Me kursin po ta kapim. Me taksa më të larta. Me taksa më të larta në kohën e Fatosnanës po flas. Pas ju vut taksa e shesht. Pas 8 vitesh, buxheti vajti 3 miliard euro. Nga 2-3. Nga 2-3. Pas 8 vitesh. Vetëm 1 miliard u rrit më shumë. Vetëm 1 miliard u rrit më shumë. Dhe sot buxheti i shtetit është 8 miliard. Nga rënja e euros dhe dollarit. Po, ja shumëzohet me 1.4. Me 20%. Tani. Shumëzohet, po. Pra, u rrit për 8 vjet, sepse ka pas të njëjtin kurs, po themi 2005. U rrit 50%, le themi. U rrit 50%. Me, po themi... Jo 8 vjet, 12 në 8 vjet. 12 vjet. Jo, buxheti juaj, buxheti juaj. 2005-2013 u rrit me 50%. Tani, llogaritë këtë... Tani nga 3 vajtur, nga 3 ka vajtur 8. Dhe sot është rritur në 100%. Po. Jo, 3-8 i bie 2,5. Po se 3 me 1.4, po del 4. Tani është 8. Dakord, po. Po dakord se e bëm lëndë të muhabet në tani, vetëm nxjerrim në një tabelë zeza tani. 2 sekonda. Ju më janë rregull këto janë shifrat, a themi apo ka? Po ja të themi shifrat, a ka qenë 3 miliard siç pretendon? Po 3 miliard me po me euron 140. Po me euron. Po sot euro është 98. Po e çik llogarin. Po pra 4, zora 4. Del 4.5. Po del 4.5, bër 4.3, 4.5. Dhe nuk është 8 vite, po është 12 vjet. 3-4, 12, 3-1-4, 4.2 del. Po dakord, dhe është 12 vjet, jo 8 vjet. 12 vjet. Po pra, dhe po të më dëgjoje. Në 12 vjet, po të më dëgjoje, dhe mos sa kishe mendje të kundërshtoje, do kuptoj çfarë po thoje. Dhe po thoje në 12 vjet, fitur me 100%. Që do të thotë, ai eksperimenti është bërë dhe nuk ndodh në mënyrë automatike që ti të shkon buxheti kaq, sepse edhe BPD-s kur e bëri këtë eksperiment, ju deshën 8 vjet të rriste të ardhurat buxhetore me 50%. Okej, mirë. E kupton? Ndërkohë që PS-ja me një eksperiment tjetër që është tatimi, i ka rritur të ardhurat buxhetore me 100% në, po themi, 12 vite. Në 12 vjet. Pra, kjo puna që ne papritmas do na rritet buxheti se do ulim taksat nuk është e thënë. Nuk është si kaq e thjeshtë. Dhe rasti e ka treguar që kështu ka ndodhur në Shqipëri. Shkojmë publicitet dhe me njerë me Esion.